janë thyë ato pashalëqe që dikur ka mendu që është një komunë që atje dhe e qetë, si u bëhe famshme tash aja formja Zotit Ladroshi, Dataroz, edhe i fiton votat, s'ka me pas mo. Unë mendoj që këto zgjedhje kanë me tregu që s'ka me pas mo bastionet të rasta që kanë mendu njerëz. Nuk besoj që shpëton dikush pa balotazh me përjashtim Skënderaj dhe disa komunave specifike që janë. Edhe Skënderaj ka pësu njëherë ma të ndryshimin, edhe ndryshimin nuk është që ishte që levërdish. Me gjatë kjo komercian në mos të madhe kësaj here. Ishte përjashtim ajo. Komercian në mos të madhe. Ishte ndryshim, apo ja? Ishte rregull. Mitrovica është... Më besa, veç një fjallë edhe përfundova. Më besa, nuk kam taku asnjë njeri, domethënë, nga subjektet politike, që kontaktet e mia janë, besoj që janë mjaftueshme, që flasin me siguri që në një komunë caktuar kanë me kalu kandidatët tyne pa balotazh. Unë mendoj që është e shnetshme kjo, është mirë. Mitrovica e Jugut është atje ku janë investuar dy parti kryesore, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, dhe në shpjegim, një nga shpjegimet çfarë e kam parë është që Albin Kurti mase fitoren në Mitrovicën e Jugut e sheh edhe si konfirmim mbështetjes për veprimet e qeverisë në veri, apo nuk është kjo? Po janë interpretime ndryshme, për arsye se ka edhe një tjetër interpretim ajo që e shpjegoi zëtin Shkodra që po m'pëlqen, e kjo politika e Kosovës i ka këto palimitet e veta të pastandardizume. Ka edhe një shpjegim tjetër që nuk është se ka një pasion, një vullnet të pastër të lëvizjes vetëvendosjes për këtë kandidaturës në pjesën jugore. Ska pasion? Nuk është, pra ka dhe të tilla që mendojnë që a ka parakushte për të mendu për te. Gjithsesi nuk e konteston askush prezencën, edhe se është natyrshmëri, për arsye se po i ndihmon partnerit vet, aleatit vet. Dhe ne e dim që kandidati atje nuk është i lëvizjes vetëvendosje. Dhe interpretimet po them janë ndryshme. Mund të jenë kësi që thonë se është e përqendruar komplet vëmendja me shpresën që do të ketë një afërsi gjeografike ngjashme me pjesën veriore të vendit treguesi potencialit edhe interesi që ka pas për atë pjesën veriore të vendit. Mirë po them, është pjesa tjetër ku nuk është se kanë pa shumë për këto një muj angazhim aq të fuqishëm si përkrahje e përqendruar nga ana e Albin Kurti Lëvizjes Vetëvendosje tek kandidati i tyre. Ka pasur shpjegimet e tilla. Këtu nuk është çështje sigurie, po them për shpjegimet. Kurse sa i përket nga ajo që është se Albin Kurti ka qenë më i pranishëm në Mitrovicë të Jugut se sa mase në çdo komunë tjetër. Prezenca, angazhimi i kreut partisë, por jo vetëm në rastin që po flasëm. Kohëve të fundit angazhimet kanë ndodhur në ditët e fundit të fushatës të krerëve për komuna specifike. Mitrovica ka bërë përjashtim, ka qenë disa herë Mitrovica, ka të drejtë. Unë po them versionet e shpjegimit për rastin fjalë. Dhe unë po i marr dy, ato që ndoshta për Milan Siklet mundësinë e lëvizjeve e pritjeve që mundet mi pas kandidatin fjalë për të bërë kryetari i komunës. Sonte vetëm Siklet do në Milan kandidat për nesër. Gjithsesi për arsye se është e shëndetshme dhe nuk është që se meritojnë Milan Siklet. File me kanë mundësia me pas lënë Siklet 4 vjet. I shkon shumë e mirë kjo, për me pase apo e kanë angazhimin si e kanë për të marrin më aktive se ata të jenë më. Do duhet gjithsesi. Por që balotazh o këso çështje unë për dallim prej zotit Shkodra po rezervohna me shefin më të madh që Milan deri në momentin e fundit, deri në ora 7 të angazhuar nesër në mëngjes të gjithë këta qoftë kandidatë, qoftë kandidat për këshilltar komunal, qoftë kandidat për kryetar komune,